Në emër të Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretëreshe e qiellit, gëzohu, aleluja. Si ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pa ti thënë, aleluja. Lute për ne hyin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi. O Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove e ta ngushëllosh botën, bëj që në nënën e tij Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat e purgatorit, Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tën Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, Dhe ish ndrit drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdoj me orën e mesme. Sot është e shtunë, java e dytë e kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java e dytë e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Eni o ju sklevër që luteni, me mendje e gojë madhëroni emrin e lumë të hyjit, me këngë lavde të denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejt i adorsoj vdekjes së njerëzve, gjykatësi në të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika e drejtë në nështruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtije armiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjin atë e Birin e Tij, së bashku me Shpirtin e Shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona. Aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, pjesa e 11. Po më shkrihet shpirti në pritje të shëlbimit tënd, kam besim të plot në premtimin tënd. Syt po më shteren prej dëshirës së fjalës sate, e them, kur do të më japësh ngushëllim? U bëra si rësheku në tym, por nuk i harrova rregulloret e tua. Po edhe sa ditë do të roj shërptori yt, kur do t'i gjykosh për ndjekësit e mi? Më hapen gropa krenarët që sjetojnë sipas ligjit tënd. Të gjitha urdhërimet e tua janë të vërteta, dije keqas më kanë salvuar, deh më eja në ndihmë. Për pak sa s'më rëzuan për dhe, megjithatë unë nuk u shmangem urdhërimeve të tua. Më përtri po as dashurinë tënde, e unë do t'i ruaj dëshmitë e gojës sate. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 61, urata 1-3. Vështroje o hybrit time, dëgjoje uratën time. Nga skaj dhe u të thëras në ndim, se më ka lëshuar zemra,
më qotë shkëmbi ku s'mund të afrohem. Sepse ti je shpresa ime, kala e fort përballë armikut. Për jetë do të banoj në tendën tënde, do të gjej mbrojtje në sqetullën tënde. Sepse ti, o hyji imi, pranon kushtet e mia, u jep trashëgim atyre që e druajnë emrin tënd. Ditë mbi ditë shtoj jetës së mbretit, vjetët e tij zgjatin nga breznia në brezni. Le të mbretëroj gjithmonë ndër sytë e hyjit, roju bëfshin hiri dhe e vërteta. Kështu do t'i këndoj këngë emrit tënd pa pushim, do t'i plotësoj kushtet e mia si një ditë për ditë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 64, urata kundër tmerrit të armikut. Dëgjoje o hyj zërin e vajtimit tim, më ruaj jetën prej tmerrit të armikut, më mbron nga përbetimi i të mbrapshtëve, prej grumbullit e atyre që veprojnë keq. Prej atyre që mprehen gjuhën e vet si shpatë, që vjellin si shigjeta fjalë të helmuara, për të shigjetuar në mohë të pafajshmin. E shigjetojnë pa pritmas e frikë nuk kanë, ata marrin guxim në synimet e veta të këqija, shestojnë si t'i vënë fshehtas leqet e veta, e thonë, kush mund t'i shoh? Synojnë pa udhësi, i qojnë në vend synimet e parapara, humner është njeriu, gremin zemra e tij. Por hyi i shigjetoj ata, pa pritmas i mbuluan plagët, gjuha e vet ata i sharroj, kush i sheh i habitur luan kokën. Të gjithë njerëzit do t'i kap frika, do t'i kumtojnë veprat e hyjit, mirë do t'a kuptojnë ç'bëri ai. I drejti do të gëzohet në Zotin, në të do të ketë shpresën, me të do të mburren të gjithë të ndershmit në zemër. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër i orës së 6 marr nga letra e parë e Korintasve, kapitulli 15, rreshtat 20 deri 22. Krishti u ngjall prej të vdekurve. Ai është fryti i parë i të vdekurve. Kështu pra nëpër një njeri erdhi vdekja, përsëri nëpër një njeri vjen ngjallja prej së vdekuri. Dhe sikurse në Adamin vdesin të gjithë njerëzit, ashtu nëpër Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën. Nxënësit e panë Zotrin, aleluja. Dhe u mbushën plot me gëzim, aleluja. Të lutemi. O hy, ti e dërgove birin tënd për të na shëlbuar e për të na bërë bijtë e tu në shpirt. Shikoj me mirësi bijtë e bijat e tua që besojnë në Krishtin, na e jep lirinë e vërtet dhe trashëgimin e amshuar nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.